E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, si gjithmonë për të bërë komentime të ngjarjeve që në fakt po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Lufta e Rogertit me Selinën nuk ndalon. Tani, te këto debatet e këtyre, te këto diskutimet e këtyre që kanë ngritje të zërit, që janë diskutimet më të nxehta brenda asaj shtëpie, merr kuptim fjala ai që të do të re, se ne shqiptarët kemi ca fjalë të këtilla. Unë e shoh që Rogerti, pse e thash këtë gjë? Unë e shoh që Rogerti e ka shumë të nevojshme brenda kësaj shtëpie të bëj luftën dhe dinamikën me Selin. Ai nuk mund ta çojë Big Brotherin, ta përballoj Big Brotherin dhe ta përfundoj këtë kapitull të Big Brotherit, po nuk bëri dinamik me Selinën. Po më çudit fakti, me thënë drejtën, ja tani po dëgjoj debatin që po bëhet, Rogerti që në ditën e parë që ka hyrë në këtë shtëpi, është duke vënë në dukje dhe është duke vënë në pikpyetje prezantimin e Selinës që Selina ka bërë. Tani Selina thot unë jam një balerin që vi nga opera dhe baleti, që kam punuar në një televizion tjetër kombëtar, që kam ikur me kryeministrin në Dubai, që kam bërë punën time në mënyrë profesionale dhe Rogertin, siç duket kjo gjëja nuk e bind. Tani këtu ka dy pika. Ose këto fjalët e Selinës janë shumë të vërteta dhe qëndrojnë, sepse familjarët e Selinës jashtë shtëpisë së Big Brotherit i kanë argumentuar këto gjëra në Instagramin e saj, që Selina vërtet ka bërë punën e opera të baletit dhe është një vajzë e shkëlqyer në vendet ku ka prezantuar Shqipërinë, por ose është Rogerti ai i cili, do me thënë, mundoj që të kapet në këto pika, që ta nxjerrë Selinën nga vetja dhe Selina të vazhdoj debate me të gjatë gjithë kohës, mund të jetë stisur i çike edhe nga produksioni, për të ngritur shikueshmëria dhe klikimet. Sepse që nga dalja e Gimbos nga shtëpia, që nga dalja e Gretës nga shtëpia, Selina ka një lloj tërheqje shumë të madhe nga ana e Rogertit dhe nuk është se i jep mundësinë dhe nuk është se debaton me Rogertin, ndërsa te Rogerti e shoh që e ka shumë të nevojshme debatin me Selinën, sepse janë debate që më së shumti komentojnë dhe Rogertin e mbajnë brenda në shtëpi. Do me thënë, Rogerti dëshiron që luftën e madhe në këtë Big Brother ta ketë me protagonistin më të fortë aty brenda. Por në asnjë mënyrë, do me thënë, nuk tolerohet ofendime, sepse Rogerti mund të dyshon për punën e Selinës, por nuk mund ta drejton këtë shiritin, si me thënë, drejt kahjes që Selina mund të jetë një vajzë e cila është një vajzë pa karakter, është një vajzë që ka ikur në Dubai dhe të bën punët mbi të cilat ne kemi ndërtuar një koncept që nuk do të thotë se është ashtu, dhe për këtë gjë unë nuk e mbështes as pak, domethënë, Rogertin, që ka përzgjedhur që të degradoj imazhin dhe fytyrën e Selinës në këtë mënyrë. Produksioni nuk ndërhyn sepse produksioni ka në interes këtë luftën e madhe që po ndodhen mes Rogertit dhe Selinës. Dhe tani unë dua t'ju pyes ju. Mendoni që Rogerti dhe Selina e kanë me të vërtet të grindjen, apo thjesht e bëjnë që të dy për interes të klikimeve të topit?